Pyetje për fund për ty. Si e pat njohjen që erdhi nga Kenja, një njohje që ka arritur ish presidenti i Kosovës Becet Pacolli? Po, është një gjë më rëndësishme që se vjen pas njohja e parë pas 5 vitesh. Dhe kjo ka rëndësinë e vet, në një shtetit të madh të rëndësishëm afrikan, nuk e ka peshën e atyre 8 njohjeve që i duhen Kosovës. Natyrisht se të njohjen kruciale për Kosovën, njohjen e Rusisë dhe Kinës për antarësim në Kombët e Bashkuara, njohjen e Spanjës, Rumanisë, Slovakisë dhe Greqisë për antarësim në NATO, këtyre 4 plus Çipros për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe po të gjitha këto 7 njohje që i përmenda po varen nga njohja e Serbisë. Prandaj mirë po duke qenë se ky numri i njohjeve tani u bën në 180 dhe është një lloj lëvizje pozitive pas 5 vjetësh, kjo na e ngrit pak në raportet që kemi me Serbinë, edhe në vend sa do pak në pozitë më të politikë. Zoti Spaju, në fakt të sa po flisni, unë po e shoh një status tuaj që e keni bërë në rrjetin social Facebook, ku shkruani se Becet Pacolli nokauton politikisht Vjosa Osmanin, nxjerr njohje nga Kenja. Kjo tregon se gjitha ato takimet që Vjosa ka pasur me president shtetesh, ka zhvilluar vetëm agenda personale dhe jo në interes të Kosovës. Pse mendoni se ka nokautuar, zoti Spaju? Po sepse shiko, ai ka një person privat ta bërë më shumë se sa presidenti i vendit. Kjo tregon që ai ka pas hapësirë të bëj, siç kur ka mundur Becet Pacolli, pse s'ka mundur ta bëj ajo? Si një qytetar privat, pse s'ka mundur ta bëj si president? Ajo ka pasur gjithë ato takime me gjithë ata president, por ajo ka më tepër kalin se si të duket bukur, të flet anglishtën me tekst, të tregohet e mençme, domethënë t'ia përshtyp. Se kjo deklaratë mizogjene, zoti Spaju, ajo është një grua, është presidente e vendit. Shiko, nuk është deklaratë mizogjene. Ti je femër. Ju po flisni se ajo është thjesht një femër që flet bukur anglisht, ajo nuk është thjesht kështu siç ju po e përshkruani, dhe se vetëm duket bukur. Ajo është një presidente e vendit të Kosovës. Po, një presidente e vendit që një qytetar privat mundet me siguru një njohje vendit e ajo nuk mundet me siguru asnjë. Po më thoj, jesh femër si presidente e demokracisë zakonisht të bota. Sidomos për një vend të vogël siç është Kosova, kjo është parësi. A ja keni marrë noti kështu, zoti Spaju, zonës Osmani ajo, se po e shoh këtu më poshtë statusin e fundit e keni reagimin e presidentit të Kosovës. Me askan, nuk kam për noti, ta lafdroj atë që